Pas largimit të ish banorit Sena, dinamika në shtëpinë e Big Brother ka marrë një kthes të papritur, duke i vënë banorët përballë një tjetër prove durimi dhe reagimi. Këtë herë, në qendër të vëmendjes është vendosur Kristi Lamaj, i cili ka zgjedhur një mënyrë krejtësisht të pazakon për të rikthyer, qoftë edhe përkohësisht, në ambientet e shtëpisë. Në vend që të hynte përmes derës kryesore, siç ndodh zakonisht me rikthimet apo surprizat, Kristi ka bërë një paraqitje që askush nuk e priste. Ai është shfaqur duke kapërcyer murin rrethues të shtëpisë. Një hyrje jo vetëm e papritur, por edhe simbolike, që rikujton momentin kur ai vendosi të largohej nga gara në mënyrë të ngjashme, duke thyer rregullin e padukshëm të daljeve tradicionale. Ky veprim nuk ka kaluar pa u shoqëruar me nota humori nga ana e produksionit, i cili duket se ka dashur të luajë me memorien e publikut dhe vetë banorëve, duke e kthyer këtë rikthim në një moment argëtues dhe njëkohësisht provokues. Reagimet brenda shtëpisë kanë qenë të menjëhershme, nga surpriza dhe të qeshura, deri tek tensioni i lehtë që sjell gjithmonë prania e një ish banori që njeh mirë lojën dhe karakteret brenda saj. Rikthimi i Kristit, edhe pse i përkohshëm, pritet të trazojë ujërat dhe të ndikojë në marrëdhëniet mes banorëve. Ai sjell me vete jo vetëm energji të re, por edhe një pasqyrë të jashtme mbi mënyrën si janë perceptuar lojtarët deri më tani. Mbetet për t'u parë se si do të evoluojë kjo situatë dhe nëse prania e tij do të ndikojë në strategjitë e banorëve. Një gjë është e sigurt, Big Brother vazhdon të surprizojë dhe të mbajë publikun të mbërthyer pas çdo zhvillimi.